Po zakati i argjendit, si llogaritet? Në qoftë se njeriu plotson kuotën e dhënies së zakatit të sermës, kuota është 595 gram serm. Dhe 595 gram ose më tepër, dhe që e ka pasur në gjendje për një vit, pra nëse i plotson këto dy kushte, ka detyrë që të jap zakatin e sermës. Dhe përsëri do të jap 2.5%, 1/40. Kaq i bie që të jap. Por të varfrit nuk do t'i jap serm, do t'i jap në vlerë monetare, do t'i jap lek ose euro ose dollar, sepse kështu përfiton i varfrit. Kjo është në leverdi dhe në interes të varfrit. Për shembull, nëse dikush ka për të dhënë gjithsej 10 gram serm, 1 gram serm përafërsisht në treg është 1 euro, përafërsisht. Meqense duhet pa çmimi, domethënë në një kohë tjetrën se mund të ndryshojë çmimi, por për momentin është përafërsisht 1 euro. Atëherë i bie që t'jap 10 euro gjithsej. Ja e të varfrit 10 euro.